Pavarësisht se ndalohet me ligj, peshkimi në brendësi të Gjirit të Vlorës vazhdon pa kriter. Për ambientalistin Niko Dumani, ky është një fenomen shqetësues. Dumani thos se problematike janë kryesisht anijet e mëdha të peshkimit, koçat, peshkarexhat, të cilat futen në brendësi të Gjirit, afrohen shumë pranë bregut, duke hedhur mijëra metra rjeta në brendësi të Gjirit, të cilat shkaktojnë më pas vetëm pasoja, duke dëmtuar ekosistemin ujor, jo vetëm faunën, por edhe florën. Anijet teknologjike, të cilat gjuajnë e para njerësh ndaluar, jo vetëm Gjiri i Vlorës, por edhe një vijë detare për gjithë bregdetin e Vlorës në distancë që shkon, nëse s'gaboj, prej 3 mil. Atëre, ku është rreziku? Së pari, domethënë, rreziku kryesor është tek hyrja e anijeve për lehtësira të ndryshme dhe për synimet të ndryshme, sepse sa më afër vijës bregdetare, hasen në llojet e peshqit më cilësor dhe detyrohen që të gjuajnë në afër bregut, që shpeshherë nga informacionet që kam, ato hyjnë në zonat të ndaluara. Sipas ambientalistit Niko Dumani, nuk mungojnë as rastet e peshkimit me dinamit. Këtë formë peshkimi, Dumani thosë se e përdorin individ të caktuar, jo peshkatar, ku pavarësisht sipas tij se janë minimizuar rastet, ky fenomen nuk është arritur të shmanget plotësisht. Peshkimin artizanal kemi 2 lloje problemesh që janë komplet të ndaluara. Por më tepër janë individ se sa peshkatar. Kemi parë dhe peshkatar të cilët shfrytëzojnë atë veprimtari me rjeta, por që shpesh kanë përdorur edhe dinamit. Ndërkohë, individ të veçantë, të palicencuar, ose individ që zhvillojnë turizmin ujor, kemi informacion që është shumë i përhapur në vendin tonë, megjithëse është ndaluar me ligj, megjithëse ka një periudhë shumë kohore që është bërë një luftë e ashpër për këto përdorimin e mjeteve shpërthyese në mjedisin detar, mund të shtojmë që është ralluar, por kemi dhe raste të themi sporadike që vazhdojnë dhe nuk është ndaluar plotësisht. Dumani tregon se pasojat e peshkimit me dinamit janë kolosale, ku krahas peshqve, të cilët vriten nga dinamiti, tabani detar ndotet me lëndë kimike, ku në të ushqien më pas me qindra gjallësa, të cilat janë ushqim për peshqit. Dinamiti bëhet shkak edhe për ngordhjen e tyre, duke paksuar ushqimin për peshqit dhe duke ndikuar në zinxhirin ushqimor. Pasojat janë shumë të mëdha të peshkimit me dinamit, sepse përveç llojeve të peshqeve që azisohen, ata krijojnë një dëmtim kimik të mjedisit ujor, por më kryesorja është në tabanin detar, në të cilën ka lloje gjallësash, mikrogjallesash apo ato që quhen invertebror, që janë ushqim për llojet e peshqve dhe janë shumë lloje peshqish që kërkojnë këto, siç janë molusje apo krima të ndryshme. Dhe gjithë ky territor azisohet dhe çdo të thotë kjo që gjithë pasurinë ushqyese që marrin peshqit në një territor të caktuar dëmtohet dhe pakson mundësinë e të ushqyerit të llojet të peshqve, të cilët do detyrohen të largohen gjatë vijës bregdetare për arsye të mungesës së gjetjes ushqimi ose të shkaktuara nga shpërtimet me dinamit. Pavarësisht se është ndaluar me ligj, futja në brendësi të Gjirit të Vlorës e koçave apo edhe peshkarexhave të mëdha të peshkimit, ky fenomen vazhdon. Është minimizuar ndjeshëm në krahasim me vitet e mëparshme, por ka ende raste të shumta të cilat këto anije konstatohen edhe shumë afër bregut.